Të gjithë persona që do të udhtojnë drejt Francës për të ndjekur nga afër kombëtaren shqiptare në kampionatin evropian dhe që kanë lindur në vitet 80-90, do të duhet më parë të vaksinohen me vaksinën e fruthit. Specialistja i SHP-s Silva Bino sqaron se të lindurit në këtë periudhë, edhe pse janë të vaksinuar në vegjëli, vaksina e fruthit nuk ka patur efekt mbi ta, pasi nuk është respektuar zinxhiri i ftohjes, pra nuk është zbatuar protokolli i ruajtjes së vaksinës. Të deklaratë ekspertja e bëri në një trajnim me gazetarët e shëndetësisë, ku është folur dhe diskutuar për mbulesën vaksinale në Shqipëri. Arsyeja pse kjo gjë bëhet e ditur dekada më vonë është zbulimi një rasti me fruth të importuar nga Franca. Sipas ekspertes, një shtetas shqiptar ka udhëtuar drejt Francës, preku në kthim është bërë bartës i virusit të fruthit. Pacienti rezulton të jetë një punonjës i Federatës Shqiptare të Futbollit. Instituti i Shëndetit Publik ka analizuar rastin, por nuk ka konstatuar përhapje të virusit të fruthit, çka lë të kuptohet se popullata në Shqipëri është e imunizuar në masë të lartë për shkak të vaksinimit. Gjithsesi, ekspertja i bën apel të lindurve në vitet 80-90, si dhe të gjithë atyre që e kanë anashkaluar vaksinën MMR, që të vaksinohen sa janë në kohë, për të qenë më të sigurt nëse udhtojnë drejt Francës, Gjermanisë apo vendeve aziatike dhe afrikane ku virusi i fruthit qarkullon. Ndërkaq, specialistja i SHP Silva Bino i bën thirrje të gjitha nënave të vaksinojnë fëmijët pasi nuk ekziston asnjë rrezik për shëndetin e tyre. Bino në pozicionin e shefes së Departamentit të Kontrollit të Smundjeve Infektive në ISHP pohon se zinxhiri vaksinar është i sigurt dhe garanton 100% mbrojtje nga të paktën 10 smundje infektive që klasifikohen shumë të rënda për fëmijët. Doktoresh Bino e cilëson si të pavërtet dhe të falsifikuar qëllimisht lajmin që pushtoi mediat online dhe rrjetet sociale se vaksina e fruth rubeolës, ndryshe e njohur si MMR, shkakton autizëm. Sipas ekspertes, burimi i informacionit të rrem janë persona që kanë interesa për të shkaktuar panik në nivel global për qëllime përfitimi. Bino thot se në asnjë rast, institucioni garant i sigurisë ushqimore dhe ilaçeve, FDA në Shtetet e Bashkuara, nuk ka publikuar studime apo fakte që lidhin vaksinën MMR me autizmin.